إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الكتاب كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد jemi te kapitulli I 20 nëse nuk gaboj ku flitet këtë kapitull dhe ka emërtu Buhariu rahimahullah mërtet 19 kapitull 19 flet për vetin Allah për dur të Allah subhanahu wa taala them se Allah I ka dy dur ato nuk bën me I kuptu si gjymtyr si kur të na por ato veti të Allahut se për këto vet Allah flet në Kur'an edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithe sahiha as ma tepër që halo me përforcu metëm këtu të sqarimi vazhdimi I sqarimit I hadithit nga Abdullah ibn Mas'udi dy hadithe të cilat I transmeton për Buhariut edhe Muslimi edhe të tjerë ku ka ardhur një jahudi edhe I ka thonë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Allahu në një gisht e ka iman qetë në tjetrin tokën malet, ujin edhe krijesa tjera kështu me radhë edhe fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka citu ajetin 67 sura Zumar وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون nuk e kanë vlerësu Allahun nuk e kanë thonë hakun Allahut fuqisë Allahut lartë madhërisë Allahut sa meriton Allahu edhe thot qabdatuhu yawm al-qiyamah ditën e kiametit wal ardu jamian qabdatuhu ditën e kiametit e man e shtrëngon e kap qabd me kap tokën was samawati matwiyatun bi yamini ndërsa I palos qiejt me të djathtën ajet Kuranor Allah po thot me çka kap me dorë kap palos me të djathtë me dorën e djathtë subhanahu wa taala amma yushrikun Allah është I pastër prej asaj se si ata çka I mveshin çka I bojnë shirk Allah subhanahu wa taala edhe folëm disa mendime të alimave megjithse thamë Uthejmini e ka shkurtu se ka pas shumë fjalë e gunej ma ne ka pas tullë sa Allah e rujt që ma tepër me dhonë sqarime se e sharit e për Gjehemi e për Mu'tezil mos flasim që nuk I pranojnë vetit emrat më të bukur të Allah të vetit të tij kanë folë shumë fjalë edhe të pakapshme të palogjikshme sepse shumë gabim I madh është edhe gjithmonë ka me hup njeriu nëse në veten e tij e formon një bindje për një dispozit tash mundohet me gjetë argumente të cilat argumente e përforcojnë atë bindjen e tij atë mendimin e tij a e kuptuat nuk don me ndryshu mendimin e tij don me gjetë argumente ajet ose hadith nëse nuk ka se është e kundërta ja drejt kuptimin çka është normal logjikshme mendimin bindjen e merr mbas argumentit pra mendimin ja përshtat argumentit ajetit hadithit jo tash ajetin me përshtat mendimit ton çka nuk ka logjik Ibn Jarir Taberi rahimahullah po thot për fjalët e Allahut pra për ajetin wal ardu jamian qabdatu yawm al-qiyamah edhe tër toka është e kapur ditën e kiametit pra tër tokën
edhe kjo është ditën e Kiamet. O semavat e qetë, të gjitha 7 palë qetë që kena thonë, shkenë start, e për një stera që botë muhabet, si nuk e din se janë edhe 6 palë qetë tjerë. Njerëzimi e din vetëm për qedhen e dynjas. Ku e kem argumentin? Argumenti është Sura Al-Mulk, ajeti 5 ndokët, ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. E kena stolis, e kena zbukru qiellin e dynjas, për qielli i parë. Për këto e di njerëzit. Po mendoj jo musliman. Me trupa qiellor. Çka nuk kupton? 6 palë që i tjerë nuk kanë trupa qiellor. Edhe dyta, gjalnaha rujumin e shayatin, kena bo land djegse për shejtan. Keni pa thonë ra kometa, ato djesin e shejtan u djeg, qysh u djeg, atë komet e ka pas në dorë me laçja edhe e ka gju, e ka djeg. Pse? E ka ndëgju ndonjë fjalë kur i ka tregu me laçja me laçës. Se Allahu, kur don me urdhru diçka, dikur ma vonë vjen, e kem këto mdok nëse nuk ka bëj. Edhe një ushtim e madhe, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, a keni ndëgju kur Saadan, kur zinxhiri trash, kur e rok në shkamp, si mermer, si granit me thonë, baba qysh kërset një farzoni. Qashtu një ushtim, qiellin e 7, krejt me laçet binë sejdë, i pare quhet Gjibrili a.s. edhe Allah e urdhron se çka ka me ndodhë në tokë. Qëtash ke hierarkia, krye me laçe është Gjibrili, pastaj ja përcjell me laçes tjetër, ajo tjetra ma të ult, deri sa vjen qiellin e dynjas, edhe i tregon me laçja me laçes. E mundohet, thot pejgamberi a.s. ndonjë shejtan i cili afrohet, mundohet e nin një fjalë. Po bone e niti atë fjalë, ai shejtan ka mu djeg pa tjetër, s'ka pështim. Po sikur bleta kur të shon therrën, ka me ngordh, pa tjetër, s'ka pështim. Edhe ky shejtan, a niti fjalën ka me u djeg, me laçe e gjun. Se jon këto dy me laçe i tregon me laçes, por edhe me laçe tjera si roje. Për mos me ndëgju. Edhe prej këtyne njena, roja çka jon e gjun ato. Po thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mund ndodh para se me u djeg i tregon shejtani tjetër, gjini tjetër shejtan. Ky po djeget, para se me u djeg i tregon çat fjalë. Po që hikmeti Allah, urësia Allahut. Këto tash s'ka urdhnu me djeg këtë shejtanin e dytë. Vetëm atë parin. A ky i dyti se kanë dëgju direkt prej melaseve, kanë dëgju prej shejtanit tjetër. Dhe zbret në tokë, shkon të shejtani njeri, të faltori, edhe thojnë njerëzit, po aj, një të vërtet e ka, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, jashtu 99 veta gënjeshtra, buon 100 fjalë. 99 jo në ranë, veç në është e vërtet, edhe njerëzit i harrojnë ato 99 ranë, a pe ku ja qelloj. Nuk që ja qelloj aj. E po më qysh herë deri te dia, te informata, se jo që e din, po në këtë rrugë, në këtë formë e merr ai informatën. Ama 99 tjera të harrojnë. S'kan kënirë, në ranjon. Po Allah i sprovon njerëzit. Edhe kështu ndodh kjo punë, edhe a kë shejtan, këta shejtan, nuk i ndihmojnë këtina, nuk ja të japin këtë informat, pa shti me bo kufër ai. Ose thonë shkele Kuranin, runa Zot, ose thonë gjuje nojtore, ose thonë merr dikun gjak menstruacionit, shkruaj ajete, ose prej kurban për atë shejtan, diçka kështu që është kufrun mubin, kështu kufër i qartë, i dukshëm. S'ki qysh i ndihmon atina me thonë, ndoshta kështu, ndoshta ashtu. Ta mund që del prive, bëhet qafer, e atëra i ndihmon. Edhe, pra, 6 palë që i tjerë nuk kanë gjin banor edhe nuk kanë trupa qiellor. Me la që e dim që ka, tjetër që ka Allahu alem, tjetër nuk dim. A njerëzimi e din vetëm për këtë që ekziston ky qielli dynjas. Se çka ka nuk e din absolutisht. Krejt pak kanë njohuri, krejt
Gati çdo ditë çka po mrun diçka me zbulu, po erxon atë teorinë e përparme. Vet shkencor më eminent, në komentu dikon 90%, ai thoi që 93%. Robert Lanza librin e tij për biocentrizmin. 93% nuk e dim çfarë përbare ka në gjithësi. Vetëm 7%. Sot e krejtu Allahu i palos. Bijeminihi me të djathtën. Edhe pasaj transmeton nga Abdullah ibn Abbas i thot: "Ma samawatu sab wal ardun sab fi yadi Allah ila ka khardalatin fi yadi ahadikum." Nuk janë 7 palë edhe 7 toka tek Allah subhanahu wa taala, vetëm se sikurse në sfar sinapi, sinap në bim një vjeqare i ka ato kokra krejt vogla. Diçka që krejt e imt, krejt e vogël. Ashtu është e kallos, edhe halo ma shumë është. Halo ma pak është krahasimi me madhështinë Allah subhanahu wa taala. Për këtë i cekëm në dersin e fundit, tregum shumë hadithe për dur të Allahut edhe për gishtet e Allahut, edhe e kem pa bashkojmë edhe një hadith, Ahmedi transmeton edhe Ibn Majah transmetojnë nga An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu an, i cili thotë se e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Ma min qalbin illa bayna isbi'ayn min asabi ar-Rahman, in sha'a qamahu wa in sha'a zagahu." Allahu akbar. Çdo zemër është mes dy gishtrimit të Rahmanit, të Allahut subhanahu wa taala. Nëse don e udhzon, nëse don e humb. Por kjo nuk është nëse don me simpati me. Ky po m'pëlqen këtu e udhzoj, ky nuk m'pëlqen këtu e devijoj. Jo. Ky i cili udhzohet e meriton udhëzimin, ky i cili devijon e meriton devijimin. Si Allah e din. Allah e din ato edhe në dynja, po sidomos ditën e gjykimit. Çka kena thonë, pe marrim atë ekuacionin krejt thjesht. Shilon barazi x plus 5. 5 është konstant, nuk ndron. X është variabel. Çka nuk do të qenë konstant? Allah nuk bën zullum, nuk bën padrejtësi, këto harroje. Veç pak me bu mishku menda njeriu të bën kufër. Qysh Allah gjithë këto të mirën ai ka thonë, me bu padrejtësi, me bu zullum robit vet. Allah ma shumë ka qef ai mu udhzu se so ai vet për vete. Allah si njeri, që për në hadithin, ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e ka pa tu e lyp gruaja, nxje ka pas fëmijë, nuk ka hub, mas një kohë kur e ka gjetë, qysh e përqaf, qysh e dushe, qysh ka fillu me thonë nxje, edhe thot, po i pyet sahabet, çka më merr mendja kjo gru për çfarë çmimi kish pranu këtë fëmijë vet, apo çysh pedon, qysh po përqaf, për çka kish pranu me hudh në zjarr. Ja Resulullah, dynjan me a thonë, përse, çka po bën për fëmijët vet? Thot, pasha Allahun. Allah e don njeriu më shumë se kjo gru këtë fëmijë. Tash qysh tina me bo padrejtësi? Rjedhimisht, Allah ka më shumë qef me shpërblu në xhenet se me dënu në xhehenem. Mirë po nuk ja imponon me desht Allahu, një fjalë dhe krejt buon musliman. Po atëherë ku po jetë urtësia e llogaridhënies? Ku po jetë përgjegjësia jote pastaj? Ti s'pas ke përgjegjësi se çka të imponon Allah, por ato nuk merr llogari. Vetëm ti me vullnetin ton të lirë çka vendos, por ato jep llogari. Kur lindi une, so me koni gjatë, kon me pas babë non, cilën vend me lind, Allah imponon këtu. Nuk më pyet. Kërkon se pyet. Rjedhimisht nuk merr llogari ditën e gjykimit për këto. Ato vetë s'ka ki zgjedh, me vullnetin ton të lirë, për ato ki me dhon llogari. Nuk ka logjik krejt kjo jetë
pa pas një moment kur jep llogari për veprat tua. Nuk ka logjik. Pse me miell unë kur s'ka me korr? Veç po milla harroje, s'ka mu korr. Nuk ekziston. Po të s'po miell hiç pra. S'ka miell tu atë ki me korr. Veç mos prit me miell tu hidhna me korr grun mos prit. Mos u habet. Shejtani mund të më të mashtru, po nuk ka logjik edhe kjo. Edhe pra, kush meriton e udhëzon, kështu duhet me kuptu. Lemma zagu wa zaga Allah kulubehum. Wa in sha e zaga. Kush devion, Allah i largon zemrën halo ma shumë. Lemma zagu kur devion ata, u largun tek çater. Ama i pare ai u largu vet. E po thot, ka edhe shumë hadithe tjera ku përmenden edhe durët e Allahut subhanu wa taala edhe gishtrinjt e tij. Tash është i grupi e Esharive edhe tjerëve, po sidomos për Eshari, i kanë thonë disa fjalë po shkonin nga një me u dhonë përgjigjen fjalëve të tyre. Ata thonë, gishtrat e Allahut nuk përmenden në Kur'an. Përkundazi thotë, përmenden në Kur'an, sepse në Kur'an është ajeti, "Ma atakum rasul fa khudhu, ma nahakum anhu fantahu." Çka t'u jep, me çka të vjen pejgamberi, merrne. Çka t'ju ndalon, largonu. Pra, çka duhet me pununa, e çka duhet prej çka duhet me u largu, çka kem gjithësisht, çka kem obligime, çka kem haram. Kush na tregon? Allahu subhanahu wa taala, edhe Muhamedi alayhis salam. Me autorizim të Allahut. O ju robët e mi, farzin unë e bëj farz edhe që ky robë jam, ky pejgamberi jam. Unë e kam dhënë këtë autorizim, këtë kompetencë prej me e ka marrë, jo prej vetës. Çka thot ai me punu, sikur unë më u thon. Çka t'ju ndalon ai, sikur unë më u ndalu. Men ata ar-rasul fa qad ata Allah. Kush i bindet pejgamberit vetëm se ju ka bind Allahut, ajet kuranor. Bind ju pejgamberit alayhis salam, ju ki bind Allahut. Çka t'ju jep pejgamberi, merrne, me çka vjen, merrne, pranojeni, çka ju ndalon, largohuni. Me çka na ka pejgamberi alayhis salam, apo më hadithet, kena thonë, kur transmeton e nin, ose lexon, se një hadith po transmetojnë Buhariu Muslimi, mos gabon me dyshun atë hadith. Edhe vetëm Buhari e Muslimi, por të dytë, njëjtin hadith kur të transmetojnë, atëherë nuk ka dyshim në vërtetësi të atij hadithi. Nuk e lën Allah këtë fe me hub. Nuk ka logjik atëherë, hajgare bëhet. Me ardh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me disa urdhra të Allahut e pastaj mu hub ato, mu haru ose mos me mujt na mi marr vesh. Çka mur vesh kjo atëherë? Nuk ka logjik kështu. Atëherë bjen kelevash, alo i bjen. Kom tregu kalim dhe po përmendi. Qysh mohën kom të sejdë, kur jenë sejdë. Mohët e gishtave i thënë ka kibla edhe i afron shputat komt, i bashkon. I afron po i bashkon. Ku është argumenti? Në tërë, bërg tërë si thonjë të na, eshtin gishtin në sy se shë. Që ty e qysh argument? Ti po thu, tërë nuk e shë gishtin me shtin sy, e qysh pishe kumt, që Allah nuk e len, këtë mënyrë ose në atë mënyrë, ka më arë deri të na informata, qysh duhet me u falë. Edhe ibadet e tjera. Do të Aisha, mdull gjumi edhe pelypi burin. Së është, me thonë shtrat, nuk s'ka pas shtrat. Në hasër ka flajt, kalon shaja mbri. Kur e ka po mera të dhenë, ka kajt. Ai, perandore i Persis, e Bizanti, qëfar luksi ka, qëfar komoditeti, e ti pejgamberi Allahut, ma i dashur Allahut, ti ku po flen, ata ku flen. Ti qka hane, ata qka hajnë. Ja Resulullah, merë, asë na mjaftoneve akireti. Ska gali ku flaj. Në fort ka flaj, s'ka pas dysheka, s'ka pas krevet. Edhe pe lyp hajqa, s'pe gjel, nuk është aty. Po vazhdon me lyp me dur, se s'po shë. Ja preka dy shputat.
me dorë. Ishte në sejdë, ka zonë cilën dhikëre e thojke. Kur një njeri mundet me aprek dy shputat e tjetrit njeri me një dorë. Kur ka të bashkum, më pas largum, së mundesh me një dorë. Dhe që ku është argumenti, apo shë? Edhe tash këto hadithe, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po na i tregon që më ardh deri te na. Se dhe hadithet janë shpallje. Ku mund të me ditë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam për gishtat e Allahut, vetëm se Allah i ka tregu. Pra po na tregon se ka gisht Allah. Pa ta zdojnë me pranu, se nëse pranon gishtin, pranon edhe dorën. Ta s'pa dojnë me pranu dorën. A patëm, ku drejt thojnë. Ose nimet begati. S'ka logjik. Pra në ajete, edhe në hadithe, në kallë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe në përmendën gishtat, përmendet shuplaka, përmendet e djathta, përmendet e majta, përmenden dy dur, ka rase përmendet vetëm njëjës një, edhe të gjitha këto pa kur farë dyshimi se janë të sakta, nuk ka diskutim në saktësi vërtetësi të tyre. Edhe plus shkon dhe të tregon me një dorë çka bën, me tjetrën çka bën, edhe ata të cilët nuk e pranojnë këto, ata pa kur farë dyshimi janë në gabim shumë, janë në lajthitje, edhe janë devijum runa Zot, është në pikpyetje edhe feja e tyne. Sepse ajeti është i qartë, ajetet, në një prej ajeteve që ka patëm në titull të kapitullit, ja iblis ma menake en tesjude lima khalaqtu biyedeje. O iblis, çka të ndaloj me i bo sejdë, çka kam kriju me dy durët e mia. Po i përmend Allah dy durë, Ademi. Po nuk po thot me i bo sejdë Ademit, çka të ndaloj. Po çka kam kriju. Tash nuk është pyetje personaliteti i Ademit, në pyetje është krijesa e Allahut. Unë çka, jo kënde kom krijuar me dy durë, po çka kom krijuar. Tregum prej gramatikës këto gjersisht. Ajeti tjetër, wal ardu jamian qabda, këta e çka patëm, qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun bi yamine. Toka është kapur në shuplakën e tij ditën e kiametit, edhe qetë të palosura me të djathtën. Ajeti tjetër, bel yedahu mabsutatan, më kreti qartë. Se kanë thonë jahudit në Medine, i kanë përqesh muslimant, se këna thonë deri në Khajber, vitin e 7, thot edhe Aisha, edhe Abdullah ibn Umeri, s'kena ditë që është mungi deri në vitin e 7 hijri. Tek Khajber ka pas shumë kopshte plantazhe të hurmave, që atër kena fillu mungi. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam 7 dhe 13 para hijrit 20 vjet. U kon ma shumë i unë se i ngit. Vetëm 3 vjet fundit, ma i dashur Allahut, veç një dua të kesh bo, a pult pjekta, veç pjekt 3 herë në dite. 2-3 ditë ka ndodhur s'ka hungur kur gjë. E ka lidh, a tregum në Hendek, e ka lidh atë rasën e gurit, mos më ra barku poshtë. Muhamedi alayhi salatu wasalam. Edhe kanë thonë që jo, dorë Allah të shtrëngume, s'po jep juve. Allah po e përgjigj, bela, përkundrazi, bel jedau me mësutatan të dy durt i ka të hapur Allah. Ja rrezuku me njësha, kujna don i jep Allah, por nuk do të thotë se Allah ty po don nëse jep atina pasurin. Që so qafira miliardera. A nuk kupton se i don Allah ata? Ase se. Allahumma la ma'nin ma atajt, wala mu'ti lima mana'at, wala yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Allah nuk ka kush e nal ato çka jep ti, nuk ka kush e jep ato çka e nal ti. Kjo vlen edhe për atë cilin e don edhe për atë cilin nuk e don Allah. Dyna Allah kun jep Allahu edhe atij të cilin nuk e don. Mirë po këto, wala yanfa'u dhal jadd minka al-jadd. Atë pasurit vërtet, nuk ka pasurit vërtet vetëm se ajo prej teje çka është. Çka është kjo? Imani, ibadeti, takvalloku. E këto ati cili se donë, këto se e.
Nashta ai nuk ka çka në bukë djatë nashta. Po i pari shokë është ai. Ai kalon një jetë të kënaqshme, të ëmbël me familje, ka hajgare, ka muhabet, ka razillak, i bojnë ibadet Allahut. Kënina është ai që thonë as tumli i plumit si mungon, jo zogjve ose diçka tona ti ka. Po a ka rahati qetësi në shpirt? Ja. Nuk e shohin njëri tjetrin anëtarët e familjes. Ai del në punë herët, ky del, fëmia vjen çatër prej sokakut, prej kafeterive. Ai vdon me romë flek ta dalin çatër. Të na përpara, se i kanë thonë, tu o bazun hadith, ata o gjallar me mjekra, ata strikt janë konë, para 80-90 vjetëve. Nuk kanë jo, gjithkush për veti me hungër. Nëse arëm konë, baba, i zotin arrujt, unë të jam konë, s'ka bashkina me hungër. Se këna marrë vesh, tek ma vone ku marrë vesh me hadith. Kam pyet, ja Resulallah, po hanë për s'po ngihëm? La'allakum ta'kuluna ishtata, jo, po mduket po hanë ndamas, po hanë bashk, çaj ushqim kur të hanë ndamas, gjithkush për vete, nuk del, kur hanë bashk me çato ki mungi. Qysh, ka po di qysh, mos u lodh, hanë bashk. I ofron ushqimi bashkë me unë, në sofër me hungër, i ofron zamrat, anëtarët familjes. Që ku, po kalon prej materjes në shpirtërore. Tash njerëzit thotë, çka ka lidhje me afru zamrat nëse hajna bashkë? Pas ka lidhje. Mos pe marrën vesh, po s'po du mu lodh, apo thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mur fond mo kjo, bone ti çashtu mos u lodh. Ki me po rezultatin pastaj. Pra kjo ke për varfri, jeda, se tham gjuhën arabe, vetëm gjuhën arabe është edhe dyshi. Krejt gjuhët janë njëjsi edhe shumësi, në arabisht është edhe dyshi. Vel jeda, të dy durt, jo 3, 2, i ka të hapura. Edhe thot se ky hadith është i ndërprer, nuk pranohet, nuk dojnë mi besu, për këshkak nuk bën me marë për argument. Pastaj, thot se kreti në pajtimit që dora nuk është gjymtyr. Mirë po, fjala e tyre se dora nuk është gjymtyr, nuk është, se kur kush nuk thot se dora është gjymtyr. Po kjo e ka të tërkon e qetë. Këto e shtin në dyshim, pastaj për gishtat. Nëse thot nuk ka dorë, atër eliminon edhe gishtat. A e po amna, hadithi i qartke, se pa kur far dyshimi që Allahu i ka edhe dy dorë edhe i ka gishtat. Tash po thot, do fjalë, shkojmë me rënd, shumë të rëndësishme. Në realitet thot, fjala dorë, është e ka përdur Allah subhanahu wa taala. Fjala Allahut është dora. Në Kur'an është fjala Allahut. Edhe Allah subhanahu wa taala me këto fjalë të qarta në gjuhën arabe, me fjalë të kuptueshme, për atyre të cilëve po ju drejtohet. Nuk ka logjik me ju fol me fjalë të cilat atyre të cilëve po ju drejtohet nuk e kuptojnë ato fjalë. Aty në po i shpall. A ka logjik? Kur shpall, atër shpall me fjalë të cilat i kuptojnë ata. Cilëve po ju shpall? Ka shpall arabëve. Se dhe kanë ditë shumë mirë gjuhën. Edhe ata cilë ju shpall shumë mirë kanë kuptu këto, këtë tekst edhe këtë fjalë. Edhe kanë kuptu se ajo që ka aludot me t'jashtëmën, që ajo është, që atë kuptim e ka, atë qëllim e ka. Por këto e ka pas për qëllim edhe ai i cili ju ka shpall.
që me pas kuptimin e jashtëm. Për shkak nuk ka ardhur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as në hadithe daife. Me thonë, këshyre, ky ajet është kështu, edhe hadithe është kështu, por ju mos e kupton me t'jashtëmën. A ka kështu jo? Sidomos, kur ajo e jashtëmja, si pas këtyne, cilë nuk i bë esharit e tjertë, thojnë se kush beson kështu është kufër. Që që thash, Allah për shpall ka një fjalë, nëse ti e merr me t'jashtëmën, po bën kufër, Allah s'po të kallëzon mos e kjo kufër, as Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, as hadithe daife nuk ka. A ka logjik thot? هل يعقل أن الله ورسوله يخاطبان العباد بما ظاهره الكفر. A ka logjik që Allahu me ju drejtu njerëzve edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me fjalë që e jashtme është kufër. Nëse e beson me të jashtmen, ke bu kufër. A ka logjik kjo? Edhe pasaj mos me sqaru që këtyre keni kujdes, mos me pas këtë akide, nuk bon me pas këtë mendim, këtë bindje se kjo është kufër. S'po ta tërheq kështu vërejtjen. Kjo njeri pak logjik, cili logjikon nuk e beson këto. Po të kishte qenë ashtu pa kur farë dyshimi që i dërguari sallallahu alaihi wasallam ju kishte tregu sahabëve dhe sahabët neve na kishin tregu. Sahabët, ajo halka e zinxhirit, mes neve dhe mes pejgamberit alaihi wasallam janë sahabët. Çfarë menhexhi kem? Kitab o sunne ala fehmi sahabe. Metodologjia jonë është Kurani, Suneti, ashtu që e kanë kuptu sahabët. Në atë formë. Edhe kur ju ka tregu këto pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, qoftë ajete, qoftë hadithet, sahabët nuk kanë pyet pse, qysh, se. Pra edhe na heshtim nëse ata kanë hesht. Asë na nuk pyesim nëse ata nuk kanë pyet. Edhe na e kem pra obligim me hesht edhe mos me pyet. Farz e kem. Gjithsesi haram e kem dashuri, haram e ki me pyet ose runa Zot me dyshu. Ose mos me pranu këto. Edhe pastaj thot, pra po ju pyesim, kush prej muslimanëve thot se dora e Allahut është gjymtyrë. Te na dora është gjymtyrë, po te Allahu kena thonë nuk është dora, koma, syt, gishtat, të në vetit Allahut, të pa kapshme për neve, s'mund me marrë vesh në ato. Nuk kem aftësi, se gjithçka çka është te na është me tmeta, me mangësi. Kur me këto dy sy, s'mund është as gjysmë minuti me këshyr diellin verës, të çoron. E ti me këto dy sy po don me pa Allahun, e me këtë mend çka me këtë logjik shumë gjona janë të pakafshme, e me këto po don me kuptu që është krejt tjetër dimension, vetit e Allahut, s'munësh. Shpesh po e përsëris, nuk ka tabu tema në Islam. Nuk ka më të qëre, mos i knena, mos fol. Jo, hin ka dushin. Po s'mush me marrë vesh. Po shkak të nuk na tregon neve Allahu. Është e pakapshme. S'mund me paramendu. Edhe këto për marrë gjithë shembull. Për fotografi po se po mundu edhe në video dikush ta incizon një objekt ose një vend e këshyrti. Po kur shkon atje me sy, ku thun ndrysh krejt, ndrysh kom paramendu. Ndrysh m'dul. Se si kon aty. Pa kon aty s'munsh me marrë vesh. Nuk kem aftësi, nuk kem mundësi. S'munësh me thoni fëmijë me asit 100 kilogram thesin shpinë, s'u ne ban. Nuk ka aftësi. Edhe krejt s'ka ka të na, në aspektin fizik. E ka kufirin, gjithësish, është me tmeta, unë e tash muna me një shpitem s'ka flitet, as ju. Për të murit s'munë me po, 1 metër, s'munë me po, pse me tmeta i kem. E ti po do në mi marrë vesh tash vetit e Allahut. I marrëm qashtu pa pyt, se qysh.
Pra, krejt çka ka, të bën me Allah, me vetit e ti. Allah e përshkrujmë, ashtu që ka përshkru Allah vetën e ti, edhe ashtu që ka përshkru Muhamedi s.a.s. në hadithet sahija. Edhe jem të qetë, të rahatshëm, i dorëzohemi këtyre ajeteve dhe haditheve, ashtu e marrim prej mbas jashtëm qysh janë, qysh kanë ardhur, edhe qysh i kanë kuptu sahabët, edhe na çashtu i kuptojmë, edhe nuk kem kurfar problemi, jo se mu më shkon mendja kur shkoj bi me flet, më shkon mendja te gishti, te dora. Absolut kur nuk më shkon, elhamdulillah. Kur? Se e di ato janë vetit Allahut, e di shtinën kry ajetin, lejse kemithli shay'un. Asgjë nuk është sikur Allahu. Nuk përngjan asgjë Allahu. Imam Ahmedi thot, hadithit e na është ashtu në bazë të jashtëmës, kuptimit jashtëm. Ashtu që shkallë prej pejgamberit a.s. Ndërsa fjala për atë hadith është bidat, e na besojmë ashtu që shka ardhë në bazë të jashtëmës. Thot, kur thot fjale për ato, e ka për qëllim shtrembrimin, me alegori me fol, me andru kuptimin, ka dersh këtu, dora, që ka tham, fuqia. Ka more të vesh, Allah, kella vë hasha, s'ka dit me përdur fjallin fuqi, thot, e përmen, thot dora, po e ka për qëllim fuqia. Ose një grup tjetër, e ka për qëllim kodreti, mundësia. Qash, qysh ka jeti, bel jedan, për kondarësi, të dy dur t'i ka të hapura. A jonë dy fuqia? A jonë dy kodrete? Po të dy. Po hupët, s'po din ku shkon. Po mënohet me bardhës me thonë e zez. Çka është ma përkeqardhje, namën të djatarllokut, namën të hoxhallokut të madh. Nuk do me pranu të vërtetën. Berbahari, një alim i madh u kon, shekullit 4, thot, nëse ndëgjon që njeriu i gozhdon, i prek hadithet edhe fjalët e sahabeve, edhe nuk i pranon, ose diçka prej tyre e mohon, prej çka ka ardhur prej pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, atëherë dyshim është islami i tij. Në dyshim është islami i tij. Na thot, e dim, bin shumë besojmë, e njohim Allahun edhe pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, edhe e besojmë e dim për Kur'anin, edhe e dim se edhe sheri edhe hajri, edhe për sher edhe për hajr, na ka tregu Allahu edhe në Kur'an edhe hadithe. Pa hy në detaje qysh çka se. E marrëm ashtu qysh na ka ardhur. Fjala tjetër e këtij alimit Berbahari, ky ka qenë pak ma i vrasht, se ka pas gajle kujna për thot, mretin bon kështu, a bon ashtu, se ka pas fort dert. Në sy i ka thonë të vërtetën. Fjala tjetër e ti, wa'lem enneha lem tekun zindika, wala kufr, wala shukuk, wala bid'a, wala dalale, wala hire, fi din, illa min kelami u ehli l-kelam. Dije se nuk gjithë devijim, humbje, kufër, dyshim, bid'at, vetëm se prej atyre filozofëve që të filozofojnë në fe. Edhe bojnë debat pa nevojshëm edhe të lodhshëm. Një fjalë ja thu dhe ti kthen. Krejt gjitha jonë pa argumente. Edhe pastaj përfundon këto me ajet, u ma ju gjadilu fi ajati la illa alladhina kafaru. Nuk bojnë debat, nuk flasin për ajete, vetëm se ata cilët kanë bërë kufër. Qysh flet për ajet? Ka ardhur ajeti mur fund. Nuk komentohet, nuk ka në fetash amandamente. Ka marrë fund, ka përfundu kjo. Për me pas amandamente, për diçka me ndryshu, duhet marrë dhe një pejgamber tjetër, me shpallje. Shpallja derogohet me shpallje, jo me fjalë të njerëzve. E na dim se s'ka mu pejgamber, ka marrë fund. Pra ky Kur'an është përfundimtar.
Nuk ka tjetër libër. Allah s'ka garantu që erun Injilin, Tevratin, Zebunin, libra tjerë. Pse? Vjen Kurani, po Zotin edhe mos kishin, edhe të kishin qenë original. Pa ndryshum, nuk guxojnë njerëzit me punu me Bibël. Duhet me Kur'an. Se ato është fjala e Allahut. Mirë po, njerëzit kanë deviju. Diçka kanë shtu, diçka kanë ikë. Po dhe mos t'i shi dora njeriut. Prap s'kishe guxoft me punu me ato. I ka thonë Omerit. Pashalon ka pa një fletush ka pas Tevratit. Pashalon ka thonë Omer, t'i shkon Musa gjallë. Qitash, s'kish punu me Tevrat, po kish punu me Kur'an. Ka marrë fund. Thot pastaj, dje se shkatrimi këtyre grupeve ka përmend Xehemit, cilët nuk i pranojnë vetit e Allahut, edhe emrat më të bukur të Allahut. Shkatrimi, helaq, shkatrimi i tyre ka ardhur për shkak se kanë fillu me mendu me mendjen e tyre për Allah subhanahu wa taala, fa adkhalu lima wa kayf. Pse edhe qysh? I kanë parashtruar këto pyetje. Pse edhe qysh? Edhe i kanë lënë hadithet edhe transmetimet e sahabëve. O dawul qiyas e kanë fqit krahasimin tash, e kanë vendosur krahasimin. Vëqasu din ala ra'yihim. Po bojnë në fe krahasim si mas mendjes logjikës së tyre. Fe gjau bil kufr, a janë edhe kanë ronë kufr të qartë. Edhe nuk ka kur fa dyshimi se kanë bo kufër. Pasaj prap, thot, nëse ndëgjon se njeriu flet diçka për ajete ose hadithe, ose i kundërshton, ose don diçka tjetër, po e përsërit, ka dyshim në islamin e tij, edhe mos dysho se ai është sajbu heva mubtedi, është ai cili punon sipas epshit, sipas kujtës, edhe është prej bidatxive. E përmend pastaj argumentet, na e kem bindjen, na e kem besimin, akidja jonë është se zemrat e robëve janë mes dy gishtrive të Allahut, i rrotullon ashtu që si don ai, edhe i udhëzon dikën tjetrin e devion, e besojmë se Allah, pra e patëm edhe ajetin, edhe hadith, e besojmë se Allah Ademin me dur të veta ka kriju, në formën e tij, qetë edhe tokën ditën e Kiametit i kap me grosht, kërcirin e tij e vendos edhe komën e tij e vendos në zjarr për me shtrëngu, edhe pas edhe gjona tjera i ka përmend prej akides. Gjithashtu alimi tjetër vazhdon, nëse ndëgjon vjen diçka prej ajit ose hadithit, edhe mendja tonë jote s'po mundet me marrë vesh, atëherë na themi se e merr ashtu qysh kanë ardhur, s'mundesh me kuptu, por e merr qysh kanë ardhur prej jashtëmës. Pse s'mundesh me kuptu? Pse nuk i aftësi, nuk i mundësi. Nuk i, shme thonë, është një fjalë si filozofi, po për me tregu. Përpara se peshore ma precize kanë qenë peshoret e barnatorës. Se duhet me miligram ilaçet me mat, i kanë bu, aty për aty kanë duhet i kanë bu ilaçet. Duhet me ditë sa gram, sa miligram. Këto kanë qenë të vogla, po precize. Qatë peshore, me atë peshore, a mundesh me mat shavicën? Nuk e nxan. Një shavicën, një thes, a mundesh me mat me drithna? S'mund, nuk e nxan. E kjo logjika mendje jonë, është precize, po nuk nxan gjithçka këtu. Ashtu Allah në ka kriju. Ka tash kanë fillu, po e din se ka diçka shkencëtart, po nuk po din se çka është ajo. Dhe njëri prej tyre thot, bota tjetër ekziston, me thonë zbrua Amerikën. Na mo te dim se është ahireti. Po edhe ai po mundohet shkencëtarisht, po din që ka diçka, po
s'po di qysh ma ngjit emrin, edhe po flet budallaki pastaj. Thot, paralelisht me neve jeton këtu, shembull për merr, unë për marr këtë nailon, po para mendoni, është një flet e gazetës. Ajo fleta i ka dy faqe. Fleta është e hollas, ma hollër se 1 milimetër, se di sa është. Edhe thot, ka lajme në këtë faqe, ka lajme edhe këtë faqe tjetër. Shumë ofërën njëna tjetërës, po nuk i shohin një tjetërin. Po mënohet me bëdhon si shpirt, me bo krijesa këto lajmet, informata që kanë këto. Këto lajme që kanë, nuk di, nuk e kanë idem për këto lajme tjera. Anë krejt nga t'jon. Thot, kështu edhe na jem gat me botën tjetër, po na nuk i shohim ata po filozofon. Po kryesore pedin si ka diçka. Pedin si ka. Po s'po mundet. Unë po ju thon. Atyne. Nuk i burim të informative tjetër vetëm se shpallje. Lodhësh ti munor shkencarisht, badihave e ki. Edhe mund të harxhon, edhe hub kohën, edhe parë harxhon. Hajde këtu unë të kallzoj. Si unë e di ma mirë. Po të je hub, thoj kaj, s'ka po lyp, dhe për lypi unazën, pse ku të karo atje, pse për lyp këtu ka dritë, po t'i badihava gjithë ditën e lyp këtu, atje të karo. Dhe kjo badihava këtu mos lyp, t'i lodhësh këtu, ate këtu në të kallzoj, ate të shpallja, shpalla të kallzon, për shpirtin e për gjithçka. Edhe pra, na besojmë, prapo e përsërit edhe ky tjetri alim, zemrat e robëve janë mes dy gishtrive të Rahmanit, të Mëshiruesit, se besojmë Allah subhanahu wa taala zbret në qiellin e dynjas, pjesën e 8 fundit natës, zbret në ditën e Arafatit, në qiellin e dynjas, ditën e Kiametit, besojmë se vazhdon të citen njerëzit do të ditën e gjykimit në xhehenem, edhe Allah subhanahu wa taala e fut komën e tij për miras. Që rahmeti i Allahut, edhe kjo do të vjen po mos ju përsëri u cek. Kur hyn xhenetlit në xhenet, nuk mbushet as xheneti as xhehenemi. Për me i mush, Allahu krijon krijesa aty për aty edhe i fut në xhenet. Tash nuk krijon krijesa që mi fut në xhehenem. Qysh mi krye dhe mi dënu pa kur gjë. Po e ros Allahu. Lal methul ala, shembull më i lart tek Allahut, po para mendohet sikur thesin diçka, po e shtin me kom, ka ndodhur përpara. Diçka kon si ma bot, si me kasht ose diçka, për me ras më shumë, me nxon më mirë, e kanë shti komën edhe e kanë shembull më i lart tek Allahut. Nuk ka krahasim këtu, por kuptimin e parafru për sadopak që Allahu mi mush çdo skajtë, çdo qosh të xhenemit e fut komën e tij qysh, nuk e marrën vesh, nuk e di. Edhe e dim e besojmë se Allahu thot robit in me shejte i leje herveltu i lejk. Nëse vjen duke ec, unë shkoj me nxitim tek ai. E kena pas edhe këtë hadith. Besojmë se Allahu e ka kriju me dur të vetë Ademin në formën e tij, edhe se besojmë që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, po nëndër ka qenë, e kam pa Allahun Zotin tim në formën më të bukur të mundshme. Edhe hadithe tjera të cilat flasin për vetit e Allahut, pa rezervë, pa kur far dyshimi i besojmë edhe i pranojmë, i vërtetojmë, i konfirmojmë, me kënaqësi, me gjithë dëshirë, me plot besim, pa asnjë dyshim edhe më të vogël. Kështu me besu është imani e Ehlis Sunnetit wal Xhamatit. Është obligim. Farz e kem kështu me besu, ashtu çka tham, qysh kanë besu edhe të parë tonë të mirë prej selefit. Pra ky ishte, prap do të vazhdojmë, ka hala do të vjen edhe fjala për gishta, është habit, vetëm kalim the, ju ka përzi jahudis, kur ka thonë, nuk e lexoj ju hadithin, vetëm shkurtimisht, se ju se keni ndëgju. Thot pejgamberi alayhi sallam ka ardhur jahudia, Abdullah ibn Mas'udi thot: "Ya Muhammad, inna Allah yumsiku samawati ala isba'in wal ardina ala isba'in, wal jibali ala isba'in wal shajar ala isba'in wal khalaiq ala isba'in." O Muhammad, Allahu e kap
me një gisht qiejt, me një gisht tokën, me gishtin tjetër malet, drut, botën bimor me gishtin tjetër dhe krejt kresa tjera me një gisht. Edhe pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam pra ka lexuar atë ajet, "U ma qadrullah ka qadri. Wal ardu jami'an qabdatuhu yawm al-qiyamah was samawati matwiyatun yawm al-qiyamah." E kap tokën edhe i palos qiejt. Edhe ka buzëqesh thot Abdullah Mesudi, ka buzëqesh si konfirmim për fjalët e jahudis. E këta thojnë, nuk mundesh me thonë konfirmim. Mund ndodh për me amo për mohim. Jo për pohim, jo buzëqesh, ka qesh, kam po thënë ballë. Nuk mundet, kjo është tash, halo, a pse psharon? Në thom, a ki po qire që i shkrim? Kur të bjen aty, mos livrit, so ma shumë lëviz, munosh për me dal, veç zhytësh ma shumë. Mos livrit veç aty. Ta veç jo në zhyt. Qarë demek, a këta po thujnë se me thonë, Allah ka gishta, kur shtu beson, ka bo kufër. Pejgamberi sallallahu po kesh për kufëra? Kishte qenë, e pa vërtet, kishte qenë kufër, po me plot nervozizëm kish reagu. Çka e tu fol ti kështu? O me buzëqeshë me muhu, me keshë me muhu. S'ka logjik, tash, po e njollos pejgamberin alayhis salam me këto. Qysh mund ndodh për kufër kështu me reagu, me keshë. Ma i dashuri, pejgamberi i cili mas mirë të ka njoft Allahun, po flet jahudia kufër e ky po reagon me keshje. S'ka logjik jo. Kjo është njollos e madhe ndaj pejgamberit alayhis salam. Wallahu ta'ala alim, sallallahu alaihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin.